Prandaj Allahu Gjelle Shanu wa Gjelle Gjelalu në ka lënë neve në këtë botë të lirë të zgjedhim. Dhe ne më e mira jonë është të zgjedhim hajrin, që ajo të jetë në dobin tonë. Prandaj o besimtar, kuptohet disa rregulla. Edhe si kur Allahu të caktojë ndryshe për asaj që ne kemi dëshirë. Ne nuk kemi forcë, as mundësi të ndërhyjmë për të ndryshuar diçka nga caktimi i Allahut. Nuk kemi mundësi. Prandaj e cakton atë që ty nuk konvenon bën sabër. Por nëse të konvenon diçka të ka caktuar hajri, e falenderon Zotin. Këto e ki, ndryshe nuk ke. Nëse dënë të figuron si besimtar, këtu e ke. Prandaj, Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem ashtu na mësoi. Jeta e tij dhe sahabëve ishte ashtu me sprova dhe ata që ndruan. Ne nuk marrim shem nga askush, e marrim nga Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem dhe nga sahabët. Nga se kjo është jeta jone me sprova. Duhet të pajtohesh nëse dën të jeton si besimtar. E kurse ata që nuk qëndrojnë në sprova, e dihet ku kanë vend. Është rrezik për ta. Thot Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, ajo që ka qenë shkruar dhe ajo të rësatuar, nuk ka ndryshim në të. Dhe ti këtë duhet të kupton. Është e shkruar dhe nuk ka ndryshim për të. Ti nëse mundon është të bën diçka, nuk ke mundësi me ndryshu. Prandaj qëndro si musliman besimtar, pa dyshim se pas çdo sprove dhe vështirësie ka dhe lehtësi, ka dhe shpërblim.